Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë një histori, për të ndarë një moment nga Eltoni Liriani, zonja Parashqevi Simaku dhe Elvira Tata. Por Eltoni në videot e tij në Instagram ka bërë me dije që shumë shpejt do të zbardhet e vërteta e zonjës Parashqevi dhe do të dalin në pa të gjitha ato personazhe që ndoshta me patjetër janë figura të njohura, kanë dëmtuar dhe kanë dashur të dëmtojnë personalitetin, imazhin dhe shpirtin e zonjës Parashqevi Simaku. Dita e djeshme ishte një nga ato ditët e ralla që ndodhin, por që mbesin gjatë në kujtesën e publikut. Në zemër të New Yorkut, aty ku zhurma e qytetit nuk ndalet kur ritmi i jetës është i shpejtë dhe indiferent ndaj dhimbjeve njerëzore, u zhvillua një takim krejt ndryshe, një takim i mbushur me emocione, reflektime dhe ndoshta edhe plagë të padukshme që kërkojnë shërim. Tre figura publike, si e cila me peshën dhe ndikimin e vetë në skenën shqiptare dhe më gjërë, u panë së bashku në një ditë argëtimi dhe ngrohtësie njerëzore, Parashqevi Simaku, Eltoni Liriani dhe Elvira Tata. Por pas kësaj paraqitje të jashtme, të qeshur dhe pozitive, që u dokumentua edhe në disa rrjete sociale, ka nisur të ngrihet një stuhi e madhe pyetjesh nga publiku shqiptar. Ajo që ndodhi dje nuk ishte thjesht një shëtitje, por një akt simbolik i solidaritetit, i dashurisë dhe i mbështetjes për një ikon që prej vitesh ka qëndruar në heshtje. Heshtje që shumë kush e ka ndjerë si thirrje për ndim. Kush e theu zemrën e Parashqevi Simakut? Kush ja ndaloi këngën, buzëqeshjen dhe dashurinë për të birin? A është e mundur që një grua kaq e fuqishme, kaq fisnike dhe talentuar si Parashqevi Simaku të jetë shtyrë në një qoshtë të errët të jetës, aq sa të largohet edhe nga djali i saj? Dhe më e rëndësishmja, kush janë ata njerëz që arritën ta thyen shpirtin e saj, jo vetëm si nën, por edhe si artiste, si grua që i ka dhënë aq shumë publikut shqiptar ndër vite? Çfarë ka ndodhur pas kamerave, pas mureve të shtëpisë, pas heshtjes që ajo ka mbajtur për kaq gjatë? Cila është e vërteta që ajo e ka mbajtur brenda vetes, që e ka konsumuar në heshtje? A ka qenë fjala, shpifja, xhelozia ose ndoshta lufta për përfitime personale, ato që ja kanë prerë krahët kësaj gruaje që dikur mbushte skenat me zërin dhe praninë e saj të paharuar? Disa aludojnë për njerëz të afërt, të tjerët flasin për presione nga bota artistike, për padrejtësi, për mure që u ndërtuan rreth saj pa mëshirë. Por pse pikërisht Parashqevia? Çfarë u bë ajo pengesë për dikë që donte ta fshinte nga kujtesa kolektive? Dhe si arritën këta njerëz, të cilët ende mbahen anonim, ta largojnë edhe nga djali i saj? A është kjo një histori e thjesht dhimbje, apo fshihet diçka më shumë, më e errët dhe organizuar pas kësaj? Eltoni Liriani dhe Elvira Tata, dy emra që qëndrojnë si mburoj pranë saj. Eltoni Liriani, një zë i guximshëm i të drejtave të njerëzit, dhe Elvira Tata, një figurë tjetër, tashmë fytyrë publike e njohur për shpirtin human dhe ndjershmërinë, duket se nuk janë më thjesht miq të Parashqevi Simakut, ata janë bërë ëngjëjt e saj mbrojtës, forca që ka vendosur të qëndrojë pranë saj në një moment ku shumë të tjerë heshtën. Çfarë din ata që ne nuk e dim? Çfarë kanë dëgjuar nga vetë Parashqevia që i ka tronditur dhe i ka shtyrë të ndërmarrin këtë rrugtim emocional për ta rikthyer atë në vendin që i takon, në jetën publike,
në dashurinë e popullit, në paqen shpirtërore. Dje ata nuk po shëtisnin thjesht për t'u argëtuar. Ata po i thoshin botës, ne jemi këtu, ne e dëgjuam atë, ne e besojmë, dhe ajo nuk është më vetëm. Por nëse ka kaq shumë dashuri dhe forcë, vjen nga këta miq të vërtet. Pse nuk ndodhi më parë? Ku ishin të gjitha ata që dikur e lavdëronin në publik? Pse kaq pak njerëz i dolën në krah kur ajo kishte më shumë nevojë? A do të flas ndonjëherë para Shevi Simaku? A do ta tregoj këtë të vërtet të plot? Kjo është pyetja më e madhe që ngre të gjithë këtë histori. A do të vi dita kur ajo do të thyej heshtjen dhe do të përballoj publikisht ata që i shkaktuan dhimbjen më të madhe? A do të largoj emra, situata të vërteta të pathëna që do të rëndisin jo vetëm publikun shqiptar, por ndoshta edhe vetë historinë e muzikës son? A do të kemi guxim ne si shoqëri të qëndrojmë pranë kur ajo të flas, pa e gjykuar, pa e shkatëruar me komente të pamëshirshme, siç ndodh shpesh në rrjetet sociale? A do të heshtim përsëri? Do ta fshim nga kujtesa si shumë të tjerë që kanë pësuar padrejtësinë? Para Shevi Simaku ka ende shumë për të thënë, por pyetja është kjo: a jemi ne gati ta dëgjojmë të vërtetën e madhe të saj? Dhe pikërisht këtu li një pyetje dhe këtu li një tjetër pikpyetje që ka filluar të zhurmojë në rrjetet sociale dhe në media të ndryshme. Pse heshti para Shevi Simaku për kaq shumë vite? Çfarë ndaloi një artiste me kaq shumë zë, forcë dhe influencë që të kërkonte drejtësi për veten? A kishte frikë? Apo mos ndoshta dhimbja ishte aq e thellë sa që edhe vetë fjala u bë e padurrueshme? Ka diçka shumë të rëndë që qëndron mes rreshtave të kësaj historie. Diçka që nuk është të thënë ende. A ka lidhje kjo heshtje me kërcënime, apo ndoshta me ndonjë marrëveshje të detyruar për të ruajtur imazhe të tjera, të ndotura me hipokrizi dhe intriga? Në të gjitha këto vite, ndërsa publiku e kërkonte, i këndonte këngët dhe kujtonte me mall, dikush po kujdesej që emri i saj të fshihej nga hapësirat mediatike. A ishte ky një dënim i heshtur për të mos folur? A kishte njerëz të interesuar që ajo të zhdukej si figurë publike? Dhe më tronditse akoma, a ishte largimi i saj nga i biri një pasojë e kësaj lufte të fshehtë? Kush e shfryzoi momentin më të dobët të saj për ta goditur aty ku dhëm më shumë? Në zemrën e një nëne, publiku meriton të di, dhe më shumë se kaq dhe para Shevia meriton të flasë. Takimi me Eltonin dhe Elvirën është ndoshta sinjali i parë që ajo po bëhet gati të hapë kutinë e së vërtetës, sepse askush nuk arrin të ngrihet pa një mbështetje të vërtetë, pa duar të sinqerta që ta ndihmojnë të ringrihet atë. Eltoni që nuk ka heshtur asnjëherë për padrejtësitë sociale, dhe Elvira që e njeh shumë mirë dimensionin e mbrëmshëm të njerëzit, duket se po përgatisin terrenin për rikthimin e saj. Jo një rikthim në skenë, por një rikthim në vetvete, aty ku dhimbja mund të shndrohet në forcë dhe e vërteta mund të triumfojë mbi padrejtësinë. Sot më shumë se kur, është koha që para Shevi Simaku të dëgjohet, jo vetëm si këngëtare, por si grua, si nën, si simboli i një brezi të tërë që u tradhtua dhe u hesh në emër të famës, interesit apo frikës. Ajo nuk është vetëm një ikonë muzikore, ajo është zëri i shumë grave që kanë përjetuar të njëjtin rrugtim, dhimbje dhe heshtje. Pyetja është e thjeshtë, por e rëndë. A do t'i japim hapësirë të flasë, apo do ta lëmë sërish të zhduket në heshtje?